Lungomarrja e Vlorës po transformohet gradualisht në një panoramë të ngjashme me atë të Durrësit, Golemit apo Shkëmbit Kavajës, ku zhvillimet e pakontrolluara kanë dëmtuar vije mbregdetare dhe kanë sjellë mbingarkesë urbane. E njëjta tendencë po përhapet edhe në jug të vendit, ku numri lejeve të ndërtimit të dhëna nga institucionet është rritur ndjeshëm. Nga zona e portit, përgjatë Lungomares, deri në ujin e ftohtë, Radhim dhe Orikum, një pjesë e madhe e Bregdetit është kthyer në një hapësirë intensive ndërtimi. Lejet janë miratuar shumë pranë detit, madje edhe në zona ranore apo zalishte, shpesh pa respektuar distancat e nevojshme ligjore. Krahas zgjerimit horizontal të ndërtimeve që kanë zënë sipërfaqe të mëdha, tashmë po vihet re edhe një rritje e ndërtimeve vertikale, me kulla shumë katëshe në zonat më të kërkuara, si Lungomarrja. Së fundmi është bërë publike një leje për ndërtimin e një kompleksi me disa struktura që arrin deri në 37 kate mbi tokë dhe 4 kate nën tokë, pranë shkollës së marinës. Ky projekt i madh pritet të zhvillohet nga disa kompani ndërtimi dhe do të ngrihet në një sipërfaqe rreth 1015 metra katror, në afërsi të drejtpërdrejtë me vijen bregdetare dhe pedonalen. Në çdo kat parashikohen disa apartamente me pamje nga deti, duke shfrytzuar maksimalisht pozicionin strategjik. Megjithse në dokumente theksohet se projekti synon harmoni me mjedisin dhe karakterin urban të qytetit, shumë kush e konsideron këtë zhvillim si një tjetër hap drejt betonizimit të pakontrolluar, që rrezikon të ndryshojë përgjithmonë identitetin dhe bukurinë natyrore të Vlorës.